Ndërgjegjësimi për të kryer kontrolle nga gratë dhe vajzat kryesisht për kancerin e gjirit duket se është rritur. Në Spitalin e Vlorës ky shërbim ofrohet nga kabineti i mamografisë. Mjafton të merret një rekomandim nga mjeku i familjes. I mirëpresim të gjitha zonjat që kanë dëshirë të kryejnë këtë ekzaminim të përvitshëm për të marrë më tepër informacion për shëndetin e tyre. Gjithçka është falas. Gjithçka është falas nëpërmjet rekomandimit nga mjeku i familjes. Muaji tetor është muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, por ekzaminimi i grave mund të bëhet në çdo muaj të vitit. Muaji tetor është gjithmonë muaji i ndërgjegjësimit ku ne duam të rrisim ndërgjegjësimin më shumë për këtë sëmundje, por kuptohet që në të gjitha muajt e vitit kabineti i mamografisë është i mirëpritur për të ekzaminuar të gjitha zonjat që kanë dëshirë të kryejnë këtë ekzaminim. Sipas mjekëve, në rastin ku konstatohen dyshime për patologji të kancerit të gjirit, zgjerohet gama e ekzaminimeve. Rastet në të cilat ne konstatojmë dyshime për patologji maligne, pra të kancerit të gjirit, atëherë ne kemi pranë edhe kabinetin e ekografisë. Ekzaminimi zgjerohet dhe nëpërmjet konfirmimin ekografik, kemi gjithashtu dhe rezonanca magnetike dhe marrjen e biopsisë në eko. Ndërsa në rastet e tumoreve benigne të gjirit, patologji të cilat kërkojnë ndjekje në dinamik, të gjitha zonjat kryejnë ekzaminime të përvitshme ose një herë në 6 muaj për të parë rezultatet e. Por a ka rrezik nga rezatimi i mamografisë? Jo, rreziku është i vogël, pasi doza e rezatimit që merret nga ekzaminimi i mamografisë është minimal dhe është më i madh informacioni që marrim, më i rëndësishëm informacioni që marrim për gjendjen e gjirit, sesa rezatimi që marrim. Specialistët e shëndetësisë thonë se mamografia është një ekzaminim që zgjat pak dhe nuk ka dhimbje. Është një ekzaminim që zgjat pak, nuk ka dhimbje dhe ka një një informacion i cili mund të merret në moment. Dhe këtu e kemi të pastër aty? Po, atëre zonja në fjalë ka disa kalcifikime të vogla, të cilat ne klasifikojmë si patologji benigne të gjirit dhe mund të vinë me moshën, nuk janë patologji të karakterit malign. Në përgjithësi duket ekzaminim negativ, pra pa të dhëna për sëmundje maligne. Gjithsesi duhet ndjekja në vazhdimsi çdo një vit për të kryer ekzaminimin e mamografisë. Kanceri i gjirit është një lloj kanceri që fillon nga indet e gjirit. Kanceri i gjirit mund të shkaktojë simptoma si tumori, por kjo nuk është simptoma e vetme që shfaq ai. Sot rreth 1 nga 9 gra do të shfaqen me kancer gjiri gjatë jetës së tyre. Kanceri i gjirit fillon kur qelizat që ndodhen në gji fillojnë të ndahen dhe të rriten në një mënyrë të pazakontë dhe të pakontrollueshme dhe mund të fillojë në shumë pjesë të ndryshme të gjirit.